Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot do të ndalemi tek një nismë e bukur që vjen nga diaspora shqiptare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Michigan, shoqata Jehona e Malësisë ka ndërmarrë një hap më shumë rëndësi për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Hapjen e orëve mësimore të gjuhës shqipe për fëmijët e komunitetit shqiptar që jetojnë atje. Kjo iniciativë ka ngjatur interes të madh, sepse përveç ruajtjes së identitetit kombëtar, ajo forcon lidhjen mes brezave dhe mban gjallë ndjenjen e përkatësisë shqiptare. Për të folur më shumë rreth këtij projekti, zhvillimit të tij dhe planeve të ardhshme të shoqatës, kemi sot të ftuar online kryetarin e shoqatës Jehona e Malësisë në Michigan, Agron Dedivanaj. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe dëshiroj që t'ju përcjelli përshëndetjet për zemërta, për stafin e televizionit dhe për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin neve sot. Dhe është një kënaqësi dhe nder i veçantë për mua që të ndaj me ju një pjesë të misionit ton fisnik për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare këtu në Michigan. Aty ku komuniteti ynë shqiptar është qëndruar në një botë të vërtet dashurie për atë. Atëherë, si fillim duhet të di se si lindi ideja për të hapur orë mësimore të gjuhës shqipe për fëmijët e komunitetit shqiptar në Michigan. Kjo ide lindi si një thirrje shpirtërore, si një ndjenje përgjegjësisë ndaj brezave që po rritet larg trojës shqiptare. Dhe në një midis shumë gjuhësor, sikurse është këtu në Amerikë, ne e kuptuam se për të mos humbur rënjet, gjuhën amtare është ura më fort që na lidh me origjinën tonë si shqiptar. Dhe për jetës së vërtetës dhe mund të themi edhe për kënaqërinë e madhe të gjithë komunitetit tonë, këtu në Michigan kemi tash një gjeneratën e dytë dhe të tretë të shqiptarëve që e flasin gjuhën shqipe shumë rrjedhshëm, por kjo është një arritje e rrallë, e cila dëshmon për kushtimin dhe vetdijen kombëtare që kanë prindrit tanë, të cilët edhe pse larg ka vlehut e kanë mbajtur gjallë gjuhën e nënës në shtëpi, në familje, në festat e tyre, në çdo komunikim me familjen. Por megjithatë, me kalimin e viteve dhe shtimin e brezave të rinj, ne pamë të domosdoshme që kjo dashuri ndaj gjuhës të institucionalizohet, pra të ketë një formë të organizuar mësimore me orë të rregullta, me plan dhe program didaktik. Dhe qëllimi ynë është që çdo fëmijë shqiptar të ketë mundësi që ta mësojë vetë ta flasë, por edhe ta lexojë dhe ta shkruajë shqipen me krenar. Dhe këtu lindi ajo ideja, pra nga ajo dashuria dhe ndjenja e përgjegjësisë që kemi për ta mbajtur gjallë një ndër pasuritë më të mëdha kombëtare që është gjuha shqipe. Me të vërtetë diçka e bukur, po cili ishte motivi kryesor që ju shtu ta nisni këtë projekt kaq të bukur, apo do jetë kjo që sapo thatë? Motivi ynë kryesor ka qenë edhe mbetet gjithmonë ajo dëshira për gjuhën shqipe dhe për kombin tonë. Dhe gjuha është ajo është si një mjet komunikimi, është edhe kujtes, por është edhe shpirt, është identitet dhe është edhe histori. Dhe nëpërmjet gjuhës ne ruajmë atë lidhjen me të parët ta, me sakrificat e tyre që kanë bënë për gjithë shekuj dhe me rrugtimin e popullit shqiptar ndër të gjitha etapat gjatë jetës të historisë së popullit shqiptar. Dhe ne e kemi ndije se është koha për të vepruar, por nuk mjafton vetëm ajo dëshira që fëmijët ta dinë shqipen, por për të arritur këtë qëllim ne duhet të veprojmë, duhet të kemi një sistem dhe duhet një mësim i organizuar. Dhe ky projekt nuk ka qenë thjesht nuk është një iniciativë arsimore, po është një akt i dashurisë ndaj kombit, një detyrim moral ndaj brezave që do të vijë pas nesh. Dhe në sytë e çdo fëmije që mëson shqip, ne shohim një dritë të re, një dëshmi se Shqipëria jeton edhe këtu në zemrën e shqiptarëve në diasporën pranë Amerikë. Mirë, po sa kohë mori përgatitja dhe organizimi deri në fillimin e mësimeve? Sa e vështirë ishte e gjitha? Ky projekt është
përgatitur me kujdes dhe përkushtim të madh. Procesi I organizimit ka zgjat mund të themi disa muaj, sepse ne deshëm se gjithçka të bëhej me standarde të larta dhe me respekt të plot për një mësimdhënie. Është krijuar një grup punët që u muar me përgatitjen e programeve, me përzgjedhjen e mësuesve, përgatitjen e materialeve didaktike, sigurimin e ambientit të përshtatshëm dhe bashkëpunimin me prindër dhe me student. Çdo detaj u mendua me një dashuri dhe me një përgjegjësi, sepse ne e dinim se kjo nismë nuk do të jetë vetëm apo mund të themi se e dinim se kjo nismë do të jetë si një themel I një tradite të re në komunitetin tonë. Dhe sot mund të themi me krenari se mësimet e para gjuhës shqipe do e fillojnë pikërisht në orën 6 mbas dite dhe mbas të gjitha informatave dhe takimeve që kemi pasur me prindërit janë shumë të gëzuar, janë shumë të emocionuar dhe kanë plot shpresë dhe ata mendzi janë duke pritur takimin e parë të fëmijëve me mësues dhe me gjuhën e tyre anëtare. Ne ju urojmë shumë suksese. Po çfarë ndjenje ju jep të shihni një fëmijë, do të thotë juve personalisht që mësojnë gjuhën e prindërve dhe gjyshërve të tyre? Ruajtja e gjuhës shqipe është shtylla kryesore e identitetit kombëtar. Ajo është ajo ura që e lidh çdo shqiptar, kudo që ndodhet, pra në atle apo në diasporë apo kudo që ndodhet populli shqiptar. Dhe nëse ata brezat e ri nuk e mësojnë gjuhën, rrezikojnë të humbin vetveten, pra të shkputemi nga rrjenjët tona shpirtërore edhe kulturore. Dhe kur një fëmijë I lindur në diasporë e shqipton me dashuri fjalën, si për shembull Shqipëri apo flamur I kuq me shqiponjë të zezë, ai jo vetëm se flet një gjuhë, po ai e mban edhe gjallë një histori, mban gjallë një kulturë dhe një krenari që është trashëgimia të parëve tanë. Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha për ruajtjen e gjuhës kombëtare jashtë atleut? Sfida më e madhe është ai ndikimi I mjedisit gjyqësor, ku fëmijët përdit janë të rrethuar nga ajo gjuha angleze në shkolla, në media, në rrjete sociale dhe për më tepër shumë prindër edhe punojnë orë të gjata dhe shpesh e kanë të vështirë të flasin vetëm në atë shqip në shtëpi. Por përvoja na ka treguar se dashuria e prindërve për gjuhën është ajo arma më e fortë. Dhe kur në shtëpi të gjuhën fjalë shqipe, kur prind lexojnë libra shqip, kur fëmijët shohin filma e këngë në gjuhën kombëtare, atëherë shqipa bëhet pjesë natyrale e jetës së tyre. Mund të mësojmë se kush do të zhvillojë mësimet dhe si është ndërtuar programi mësimor? Ne kemi fatin të kemi pranë një profesoresh shumë të përgatitur, profesionalisht dhe një asistent që është shumë I përkushtuar, të cilët të dy e njohin dialektet e gjuhës shqipe, edhe dialektin e gegnishtës, por edhe dialektin e toskërishtës. Dhe kjo është një pasuri e veçantë, sepse fëmijët do të mësojnë të kuptojnë dhe të respektojnë gjuhën shqipe në të gjitha ngjyrat apo ato format e saj. Dhe në fillim fëmijët do I testojmë, do bëhen ai testimi individualisht për të vlerësuar nivelin e tyre të njohurisë në mënyrë që të klasifikohet sipas moshës dhe aftësisë së tyre. Dhe ky proces do të ndikojë që secili nxënës të marrë atë mësimin në mënyrë më efektive dhe të përshtatur për ta. Programi mësimor është ndërtuar me metoda bashkëkohore, praktike dhe argëtuese, se përveç asaj pjesës gramatikës dhe fjalorit, ne kemi përfshirë edhe tregime të thjeshta, poezi patriotike, dialogje të ndryshme, lojra gjuhësore, video edukative, që gjitha këto e bëjnë atë procesin e të mësuarit të këndshëm dhe dinamik. Dhe qëllimi ynë është se fëmijët ta duan gjuhën shqipe dhe jo ta ndiejnë ata si një detyrim.
Qartë. Po, a planifikoni që më vonë të përfshini edhe aktivitete kulturore përveç mësimeve të gjuhës, apo ato tashmë ekzistojnë në kuadër të shoqatës? Pa tjetër, se shoqata jonë, jehona Manësis është, mund të themi, është një vatër e gjallë kulturore që punon me shumë pasion për të mbajtur gjallë traditën shqiptare. Ne çdo vit organizojmë, për shembull, festën 28 nëntorit në mënyrë shumë të veçantë, që ushtrojmë posaçërisht fëmijën shqiptar për cilë atë dashurinë për flamurin dhe për ditën e lavdishme të historisë sonë kombëtare. Ne gjithashtu kemi krijuar një traditë e vallëzimit babë dhe bij, një ngjarje që ka fituar shumë zemra të familjeve dhe është bërë simbol i bashkimit familjar. Shoqata jonë organizon ekspozita artistike, promovime librash, veprimtaritë e autorëve të shqiptar, duke në çdo aktivitet që ka atë aromën shqiptare. Gjithashtu kemi kontribuar në ndërtimin e ekuestrës Gjergj Kastriot dhe Skënderbeut në Tuzë, kemi mbështetur rikonstruktimin e shkollës së mesme atje dhe kemi lobuar për renovimin e plot të saj. Një tjetër aspekt human është edhe ajo ndihma për fëmijët me autizëm, të cilët janë prekur nga autizmi, të cilëve u qëndrohen pranë me atë dashuri dhe me solidaritet. Por sot jemi të përkushtuar edhe në një projekt shumë të madh këtu, se jemi në atë fazën e parë të organizimit apo ndërtimin e një qendre kulturore dhe biznesit shqiptar këtu në Michigan, që do të shërbejë si qendër e bashkimit të gjithë shqiptarëve të këtij rajonit. Ne gjithashtu jemi shpesh herë nikosqir të shumë delegacioneve të ndryshme nga Shqipëria dhe Kosovë, marrin pjesë rregullisht në samite apo takime të ndryshme me përfaqësues të Senatit, Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë, duke u munduar që ta sipërfaqësojnë me dinjitet dhe kënaqëri komunitetin shqiptar në diasporë. Ne ju dëshirojmë shumë suksese, po si ka qenë reagimi i prindërve dhe i komunitetit ndaj njoftimit që do të hapni do të thotë orët në gjuhën shqipe? Si thash edhe pak më parë, reagimi ka qenë i jashtëzakonshëm dhe shumë inkurajues. Prindrit janë shumë të lumtur, janë krenar dhe janë plot entuziast dhe shumë prej tyre kanë thënë me emocione se mezi janë duke pritur që të ja fillojnë këto orët e para të mësimit, të cilat ja fillojnë sot në orën 6 mbasdite. Dhe ky entuziazëm e shpirt rrah ende fort në çdo zemër të prindërve dhe fëmijëve tanë. Po, ka pasur interesim nga familjet që jetojnë në qytete të tjera përreth? Po, ka pasur interesime nga të gjitha qytetet përreth. Me të thënë të drejtën, janë shumë fëmijë të cilët janë paraqitur dhe janë shumë të interesuar për këto klasa. Deri tani kemi një 40 fëmijë të cilët janë të regjistruar, e kemi një 20 apo më tepër të fëmijë të tjerë të cilët nuk janë regjistruar ende, por kanë shprehur dëshirë se të marrin pjesë sot në këtë takimin e parë që bëhet në ora 6. Po si mund të ndihmojnë prindrit dhe anëtarët e komunitetit që ky projekt të vazhdojë të forcohet, pra të zhvillohet edhe më shumë? Po, prindrit janë ata të cilët ndihmojnë shumë në ruajtjen e gjuhës, përse se ne sikur se e dim se fëmijët në shkollë e marrin një pjesë të edukimit apo të bazës për ta mësuar këtë gjuhën shqipe, por nëse prindrit nuk e vazhdojnë tek shtëpia që ta praktikojnë dhe ta flasin me fëmijët, atëherë gjithë puna që bëhet mes fëmijëve, studentëve dhe profesorëve do bëj ishte kot, por mund të themi nuk do i plotësoj ato pritshmëritë e tona. Atëherë cilat janë pritshmëritë tuaja afatgjata nga ky projekt? Ne shpresojmë se kjo shkollë të bëhet një
institucion i qëndrueshëm e model për komunitetin shqiptar në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në planin afatgjat ne synojmë që ky model të zgjerohet edhe në qytete tjera, në mënyrë që çdo fëmijë shqiptar në diasporë ta ketë atë mundësinë të mësojnë gjuhën anëtare në mënyrë më sistematike. Dhe ky projekt është një investim në shpirtin kombëtar të brezave që do vinë. Dhe është edhe një garanci që gjuha shqipe do vazhdojë të flitet, të shkruhet e të këndohet edhe në brezat e ardhshëm. Dhe për fund, çfarë mesazhi do të kishit për prindërit shqiptar në diasporë lidhur me rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe dhe nxitjen e fëmijëve për të bërë pjesë e këtyre mësimeve? Si mesazh apo si përfundim, unë dëshiroj të shpreh mirënjohjen me të thellë dhe me të sinqertë për të gjithë fëmijët që janë treguar kaq të interesuar për të mësuar gjuhën e bukur shqipe dhe mund të them se ata janë ajo shpresa, është ajo drita dhe ardhmja e kombit ton. Por një falënderim i veçantë i shkon edhe për prindërit, të cilët me dashuri të madhe dhe me sakrificë dhe me vetdije shumë të madhe kombëtare, i nxisin fëmijët e tyre të mos e harrojnë kurrë gjuhën e nënës. Mirë, atëherë mua mbetet ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe që ndatë me ne një nismë shumë të vlefshme për komunitetin shqiptar në diasporë. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit, gjithashtu falenderoj edhe televizionin tuaj për ftesën dhe për mbështetjen që jepni komunitetit shqiptar këtu në diasporë dhe me xherë dhe le ta vazhdojmë bashkë këtë kuptim të bukur për ta mbajtur gjallë kulturën dhe shpirtin shqiptar kudo që jemi, sepse aty ku të zgjohet gjuha shqipe, aty rrahin zemrat e shqiptarisë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Ju pafshim në emisione tjera.